Të dashur shqiptar i dërgoj ngushëllimet më të thella familjes Nano për vdekjen e udhëheqësit të shquar socialist Fatos Nano, i cili është me origjinë minoritare. Ai vjen nga fisi grek Nano, që ka kuptimin xhuxhma xhuxh në greqisht, sepse ashtu është i gjithë fisi i tij, një fis xhuxhma xhuxhësh. Dhe këta në fakt janë Dule, Sklever, Penest, Sklever, Helot, që janë helenizuar, janë gjysëm shqiptar, gjysëm minoritar, nuk e din vetë se çfarë janë, por flasin greqisht, edhe Nanua e fliste greqisht në mënyrë të përsosur, dhe Fatos Nano është takuar në mënyrë të fshehtë me Slobodan Miloševićin në Kret për të bërë një pazar kundër kosovarëve. Fatos Nano ka dalë në dritë takimi i tij me Miloševićin. Gjoja për të ndihmuar shqiptarët, ashtu si Sali Serbi nga Vuçi doli, që do të thot lugina e ujkut, gjithashtu i dërgoi naftë Miloševićit për të ndihmuar shqiptarët në nevojë dhe theu embargon e NATO-s kundër Miloševićit, që të dy këta djaj e shkurtuan jetën e shtetit demokratik shqiptar. Dhe Shqipëria është akoma në pështjellim të plot. Dhe pasuesi i Fatos Nanos është gjithashtu një argat i Greqisë, që ka hequr të gjitha pikat kufitare me Greqinë, ka bërë bashkimin ekonomik me Greqinë, e ka kthyer Shqipërinë në një provincë greke. Pasuesi i Nanos. Dhe familja Nano ka kaluar miliarda dollar në banka offshore, që nuk do t'i gjeni kur, së bashku me pasuesin e tij, me gjyshen minoritare të dashur shqiptar. Këta janë minoritarët kolona e pest. Këta janë grekët që i futën kalin në Trojës, por ne na kanë futur gomarin, edhe kalin. E të gjitha kafshët na i kanë futur neve minoritarët, sepse kanë arritur të deportojnë në sferat më të larta të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Nuk ka demokraci në Shqipëri, të dy kampet kontrollohen nga qarqet greke, të dashur shqiptar. Ta shikojmë se si e bëra zbulimin tim epokal. Të dashur shqiptar, Nano do të thotë xhuxh në greqishtën e sotme, po vjen nga helenishtja lashtë nanos, dhe ky emër ose vjen si fjalë onomatopeike nga fjala nana, që është fjalë ilire, por dhe në greqisht nëna, ose vjen nga gjuhët gjermanike, narna, që do të thotë pikërisht xhuxh, dhe vetëm në gjuhën ilire shkurtohen fjalët. Pra, narnos është shkurtuar në nanos. Ky shpjegim jepet nga inteligjenca kompjuterike dhe unë i besoj asaj në mënyrë të plot. Ky kuptim, fjala xhuxh, është në gjuhën e Islandës së vjetër, është në gjuhën gjermanike të lartë me kuptimin i ngrirë, i ri, me trupin e vogël të xhuxhit. Është origjina e fjalës narrow, i ngushtë në anglisht. A besoni apo jo? Zbulim epokal që është bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike sot, me rastin e vdekjes së Fatos Xhuxhit, që shkatroi Shqipërinë dhe futi bamandat e armatosura dhe liroi të gjithë kriminalët që janë bërë tani latifondistë të mëdhenj në Shqipëri, kanë blerë të gjitha tokat me paratë greke, të dashur shqiptar. Ky është Fatos Nanua. Kjo është rënja indo-europiane 1809, dhe në të gjitha gjuhët indo-europiane kështu formohet emri për xhuxhit me kuptimin kthehem, rrotullohem dhe zvoglohem. Ky është emri i xhuxhit. Nano është emri i minoritarëve me mbiemrin Nano në Shqipëri, të dashur shqiptar. A është kjo ditë e dhimbshme? Padyshim për familjen Nano, por kjo është një ditë gëzimi për sovranët shqiptar. Vdekshin
të gjithë xhuxhat grek të dashur shqiptar dhe demonët grek.